Shume nga MCN. Ju sot denoncuat fakte të gjetura nga rivlerësimi i kutive të votimit. Logjikisht do thotë në një farë mënyrë që materialet e tjera denoncuese kanë përfunduar për sa kohë jeni rikthyer rivlerësimit. Në këtë kontekst, a jeni i kënaqur ju me punën e të gjithë drejtuesve politik për porosinë që keni lënë për të mbledhur provat dhe faktet për masakrën elektorale që është bërë në çdo qark? Nuk kanë kjo është vetëm një aspekt, zoti Kume. Unë e deklarova serinë e faktorëve të cilat shndruan zgjedhjet në fazë. Këto janë publike. Po, është shumë e drejtë. Këto janë gjetje post votimi. Tani disa kryetarë qaqësh kanë kërkuar. Nuk kemi kërkuar dhe njëherë në të gjithë Shqipërinë. Sepse kjo do të donte një kohë shumë të gjatë. Por kërkojmë në zonat në të cilat ndikimet dhe pesha e krimit ka qenë më e madhe. Pra është Durrësi i vjen radha, Tirana do i vi radha, se Tirana u mor me numërimin e kandidatëve, e kërkesën e kandidatëve, dhe do i vi radha. Fierit do i vi radha, dhe pra në këtë formë nuk është kërkuar, në disa raste Kasi nuk ka pranuar, se dha aty dora e zezë e një njeriu që s'ka ligj as moral, që me rrogën këshilltar i presidentit dhe në kundërshtim me ligjin e presidencës, që nuk e lejon të kryejë asnjë aktivitet tjetër, vazhdon në kas si përfaqësues ekstremist i Edi Ramës, dhe që i shpall të vlefshme të pa vlefshme sipas dëshirës ti votat aty. Pra, është proces në vazhdim, zoti Kume. Me këtë ritëm, derisa do të vazhdojë ky proces i denoncimit dhe a do t'i vi radha një analizë të brendshme për të parë edhe defektet e brendshme të Partisë Demokratike? Asnjë diskutim që do i vi radha dhe do bëhet, por kompletimi